E gjithë historia jonë është e mbushur me njerëz tillë, me njerëz të fortë, me njerëz me zemër e me shpirt që nuk rreshtën asnjëherë së sakrifikuari për kombin shqiptar, për rrënjët e kombit shqiptar. Ndaj, unë jam nga ata njerëz që i përulem çdo ditë kujtimit të familjes Jasharit dhe çdo dëshmori që gjakun e tij e ka derdhur për lirinë e Kosovës dhe çdo plumbe të trojave shqiptare. Dhe mbi gjakun e tyre ne duhet dim të dojmë absolutisht ardhën. Ne duhet dim të ecim përpara, pa harruar asnjëherë atë sakrificë të madhe që ata bënë. Por sot dhe gjithmonë në fakt, unë kam refuzuar të jem politikisht korrekt. Sepse unë nuk mund të jem politikisht korrekt kur njerëz, një familje e tërë dhe shumë familje tjera kanë dhënë gjakun për kombin shqiptar. Dhe unë nuk mund të jem politikisht korrekt. Sa kohë gjaku është derdhur për qenë gjithë shqiptarët bashkë në një komb, në një flamur dhe gjithmonë më fortë. Ai që harron gjakun e dëshmorëve, ai që harron shpirtin e mesazhin e tyre, ai nuk do të ketë kurrë të ardhmen. Ai që harron sakrificat e familjes Jashari, nuk do të ecë kurrë përpara. Sot e gjithë ditën, unë do të eci me ata manet, që është amaneti një familje, që e ngjeu tokën shqiptare me gjakun e saj, që kombi shqiptar të jetë i fortë gjithë i bashkë.